Për të gjithë ju miq të televizionit Syri, mirëdita dhe përshëndetje. Uroj që të keni kaluar një ditë të bukur sot dhe të jeni gati të uleni para televizionit për të ndjekur bisedën që do ta zhvillojmë me të ftuarin e ditës së sotme. Për të gjitha dhuruesit të fjalës së shkruar, për të gjitha ata që kanë pasur për gjatë jetës së tyre një nga librat të shumë të ftuarit ton, ju bëjmë me dije se kemi të ftuar në studion ton një poet, shkrimtar, eseist, fabulist, përkthyes, publicist dhe mund të themi një drejtues i diasporës shqiptare në Greqi. Me ne në studio është zoti Ilias Bobaj. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që jam këtu. I ftuari ynë vjen nga Gjirokastra, më konkretisht nga Lazarati. Një personazh i cili ka rrugtuar gjatë në krijimtarinë e tij krijuese. Na bëj pak më të qartë, cili është rrugtimi juaj sa i përket fjalës së shkruar? Keni shëtitur në shumë zhanre, por në një pjesë të tregimeve satirike sikur keni qëndruar pak më shumë. I pas keni lexuar shumë bukur edhe e njihni kaq mirë krijimtarin time. Në të vërtet kam shkruar që në bangat e shkollës, që në zënës. Zakonisht talenti të ngacmon që në moshë të njom, për të punuar, për të bërë më vonë dikush. Natyrisht do shumë punë, do të shumë talent. Gjithsesi, edhe pse unë kam studiuar për matematikë dhe fizikë, Institut të Lartë e Universitet, unë kam qenë gjithnjë i letërsisë dhe letërsia me mua. Thonë matematicjentët i din vetëm numrat. Bie poshtë kjo teori, sepse ju i doni fjalët më shumë. Besoj se po. Besoj se po, sepse matematika vërtet është një shkencë e bukur, eksakte, e këndshme, të forcon logjikën, të jep një logjik të pastër, një gjykim të mrekullueshëm ndaj dukurive të jetës, por gjithsesi letërsia e zbukuron atë. Letërsia është tjetër gjë, ka atë lullërinë e vetes. Çfarë është për ju një fjalë e shkruar? Çfarë mesazhi tentoni të përcjellni tek lexuesit, por gjithsesi edhe tek kritika? Gjithsesi mundohem të përcjell mesazhin pozitiv. Është shumë e rëndësishme që poeti, shkrimtari, krijuesi, përkthyesi të sjellë vlera. Dhe nëse themi se sjellim vlera, atëre këto vlera janë gjithnjë të ngarkuara rëndshëm me mesazhin pozitiv. Është shumë e rëndësishme të sjellësh njerëzve mirësinë, pozitiven, sinqeritetin, bukurinë, vlerat, që ata jetën ta shohin sa më bukur. Sot fatmirësisht kemi prurje të ndryshme në letërsi, por sikur ata që lexojnë dinë t'i pikasin ato më të mirat, ato të cilat vërtet e kanë anën figurative, anën artistike, elementin letrar, të gjitha këto e bëjnë bashkë një vepër më të mirë. Ju jeni përpjekur ta bëni këtë vazhdueshëm, a ka qenë e vështirë? Është e vështirë, por duhet të jetë synim për një poet, për një shkrimtar, në përgjithësi për një krijues, artist. Duhet të jetë synimi i tij. Ndryshe, ai vërtitet në perukë qore, në perukë që nuk të çojnë askund. Rrugët e askundit nuk vlejnë për askënd. Zakonisht, ka shumë krijimtari, lloj veçanërisht, por ne po mbetemi këtu tek krijimtaria letrare. Ka shumë krijimtari, por gjithsesi vlerat janë të pakta. Veç ne harrojmë një gjë ne autorët. Ne vëmë vetëm firmën. Vullën e vë koha. Do presim të kaloj koha për të vënë ose jo vullën nëse ne kemi krijuar vlera, ose mini vlera, ose pse jo dhe antivlera, që nuk blejnë për asgjë. Kjo do thotë se vepra duhet i rezistoj kohës. Po, pa e kujvok. Duhet i rezistoj kohës dhe duhet të përballet fuqishëm me ta. Nëse nuk ndodh kjo, atëre vepra nuk e ka bërë konkursin e vetë me kohën, dhe pak të konkurs nuk mund të quhet një vepër me vlera. Detyrimisht mbetet diku në anë të rrugës.
Me që keni jetuar gjatë në Gjirokastër edhe ekzistojnë shumë mendime mes lidhjes që ka Gjakova me Gjirokastrën. Ju keni provuar të shkruani për Gjakovën që ta lidhni në ndonjë element edhe me Gjirokastrën? Natyrisht unë jam Lazaratas, kam lindur Lazaratas, jam rritur në Delvin, po gjithsesi mbetem në atë trevën e famshme të Gjirokastrës. Mbetem në atë pasurinë e jashtëzakonshme kulturore që ka vendlindja ime, në atë pasurinë e madhe, në atë kulturën e madhe gjirokastrite. U them gjithnjë bashkëfshatarëve të mi, ne kemi afër Gjirokastrën, dhe Gjirokastra është Europa jone afërt. Sa e bukur, ja. Gjithsesi, Gjakovën e kam një qytet të veçantë, e kam një qytet timin. Pse e quanisht kështu? Çdo njeri ka dhe dobësitë e veta, ka dhe vlerat e veta, po ka dhe veçantitë e tij. I mat më ka thënë dikur, nëse kombi shqiptar nuk merr të paktën Kosovën, ne do të jemi gjithnjë humbësit e mëdhenj të Ballkanit. Kjo isha shumë i vogël dhe më ka mbetur në kujtesë. Duke formuar me atë dashurin për kombin tim, për çdo pëllëm të këtij kombi, dhe kjo në Lazarat është normalja e normaleve. Është një domosdoshmëri, është një trev që të lind të tillin dhe nuk mund të bësh ndryshe. Unë e kam patur dobësi sepse i mat më kanë thënë fjalët më të mira për Gjakovën. Më ka rritur me dashurinë për Kosovën dhe trevat e bukur kjo gjithsesi. E bukura shqiptare dhe duke qenë një mjedis i tillë, unë nuk mund të bëhesha ndryshe. Po as nuk dua të jem ndryshe, sepse më pëlqen kështu si jam. Për Gjakovën kam shkruar herët. Në vitin 85-87 kam qenë drejtor shkolle në shkollat e mëdha të rrethit Sarandës, por kam ardhur mësues 2 vjet në Darë të Bukës. Në fund të vitit parë, them drejtorit shkollës, ka mundësi që ekskursionin vjetor ta zhvillojmë në kunorën e Dardës? Po e zhvillojmë, më thot, po përse? Kam dëgjuar, i thash, se andej duken xhamat e Gjakovës dhe duket Gjakova në dritën e diellit, duket e gjithë. Dua të shoh Gjakovën. Shkua mu bë ekskursioni aty, unë mora një mikun tim të veçantë, Gjelosh Alia, mësuesi i letërsi, dhe dolëm deri në maj të kunorës Dardës, ku unë pash Gjakovën në pëllëm të dorës. Gjakova ishte e bukur, si një zonjë e rëndë e qetë, në ato madhështinë e saj, dhe mbi vete kishte tjegullat e kuqe. Këto tjegulla mu duken sikur të gjitha shtëpit kishin hedhur nga një flamur kombëtar mbi vete. Ashtu dukeshin nga lart. Dhe duke zbritur prej andej, unë shkrova poezinë të cilën e kisha në mend, në kunorën e Dardës, këtë mëngjes të pastër si qelq, në rrezet e diellit, xhamat e Gjakovës ndrihin. Nga lartësitë e kunorës Dardës, nga Shqipëria, përtej kufirit, vështoi Shqipërinë. Sa e bukur. Pata shumë probleme me këtë, sepse dikush bëri punën e vet dhe e çoi tek operativi i zonës. Po. Operativi i zonës dhe ai vërtite kishte rreth një muaj që vërtitej aty rreth kur rinim ne aty në qendër të fshatit për të gjetur poezinë, po poezia nuk ishte e shkruar. Unë e kisha në mend të tërë. Një ditë vetë dhe i them, poezinë që kërkon mos u lodh, se e kam unë. Ta japun me shkrimin tim nëse e doni. Ç'thot ajo poezi, më tha. Ku është ajo poezi, më pjet në fillim. Është këtu, i thash. E mbaj unë. Nëse do ta doni, thash, u jap me shkrim dhe me firmën time. Po çfarë thot? Thot, ja thash poezinë. Ndërkohë, ajo poezi, më thot, është irredentiste dhe ne nuk kemi pretendime territoriale ndaj shteteve fqinj dhe nuk përkrajmë irredentistët. Durimi im ishte deri aty. Mandej me iku krejt durimi dhe ju turra ati me të gjithë forcën time. Cilët janë irredentistët. Vëllezërit e gjakut ton, që po i shpërbën serbi, po i vret.
po i ndrydh, po i vret, po i shpërngull, po i tjetërson, ata që paguajnë me gjak, pa fajsin e tyre, ata janë irredentistët, i thash. E diti që do me thënë fjale irredentist? Ju tura shumë ashpër. Në këtë moment, nuk me ndoja gjë tjetër, po kisha vajzën 1 vjeçe. Dhe do thosh vajza, nëse do më dënonin, do thosh vajza kjo, ku është babi? Vetëm atë me ndoja. Me gjitha të, edhe koha kishë ndryshuar pak, edhe raportet qenë pak më të ndryshuar, apo jo, fare të lëshuar, kështu. Dhe ai nuk e ndoqi më, po edhe ajo, ai sulmim i pa precedent ndaj tij, dhe nuk jam penduar kur për të, i kam folë shumë ashpër, bëri ndoshta punën e vetë. Sa e bukur. Doja të ndaloja pak artistët, poetët, shkrimtarët, ndryshojnë në kodën në rrethana, përpiqen vazhdimisht të shkruajnë atë që e flet koha. Juve personalisht, jeni përpjekur gjithmonë ta thoni të bukurën përmes fjalës së shkruar, apo përmes atyre tregimeve satirike të përcjellni mesazhe, sepse sarkazma, satira, duken të rënda për të kuptuar, po megjithatë e kanë një mesazh shumë më fuqiplot. Nuk e di se sa vlera kam, se ato i thonë të tjerët. Po. Dhe i gjykojnë të tjerët, i gjykojnë lexuesi, specialistët, njerëzit që njohin letërsinë, njerëzit që u pëlqen arti, që njohin artit, por një gjë e them me bindje. Jam njeri shumë i pavarur. Tepër i pavarur. Kështu kam qenë gjithë jetën. Dhe kjo më ka bërë që të mos joshem as nga oferta të ndryshme për poste, për gjëra të tilla që më kanë ofruar gjatë jetës sime, sepse kjo më ka lënë të lirë në letërsi. Krijuesi duhet të jetë i lirë. Kazanzaki thot, e para është liria, por në momentin që fiton lirin, njeriu duhet të vihet përpara ligjeve për të ecur në rrugën e dur në jetën e tij. Domethënë, e vetmia gjë që ne duhet të zbatojmë janë ligjet, sepse ato janë brenda kuadrit shoqëror. Përkufizojnë shoqërinë në një drejtim të caktuar dhe detyrimisht individi, kushdo qoftë ai, duhet i respektojë këto ligje. Ndërsa në krijimtari jam vetvetja dhe jam shumë i pavarur. Po, në brendi të veprës, keni luajtur edhe rolin e personazhit ndonjëherë, apo të dikush nga familja, apo njerëzit tjerë, apo gjithmonë kanë qenë personazhet që ti i ke ndërtuar sipas parimeve tuaja? Shumë e bukur kjo pyetje. Shumë interesante dhe shumë e bukur. Ma kanë bërë diku edhe gjetë, diku para disa viteve dikush, por përgjigja ime është kjo. Zakonisht jo. Ndjek parimin, njeriu nuk e bën askush qesharak, e bën vetvetja. Ai bëhet vetë i tillë. Po të marrim këtë linjën e tregimeve satirike që thatë ju, unë nuk e ndjek këtë vetveten, sepse dhe unë në një farë mase jam tek ai tjetri. Nëse njeriu bëhet pak qesharak, kemi një pjesë të vogël të tërë tek ajo qesharakja e tij. Nëse bëhet aq serioz sa të vjen për të qeshur, kemi të tërë. Ndodhe dhe kjo. Zakonisht ndjek linjën e vëzhgimit të tjetrit. Në tregimet satirike, për shembull, e vëzhgimit të një ngjarje, të një ndodhie, të një stisjeje, ka dhe tregime satirike që janë komplet stisje. Po të vëmrej Jaroslav Hasheku. Ai nuk futet kur vetë. Vetëm përshkruan bukur ngjarjen, duke i futur notat më të larta të satirës, humorit dhe sarkazmës. Luan me të tjerët. Mua më duket se është më mirë kur dikë e vëzhgon. Në këtë mënyrë ke edhe vetveten tënde brenda tij, sepse është edhe vëzhgimi yt, ky është këndvështrimi yt, derisa e shikon, e vëzhgon, e gjykon, detyrimisht që brenda saj në mënyrë të padukshme shkrir edhe ky këndvështrimi yt. Aziz Nesini, gjithashtu, Aziz Nesini duket sikur luan me veten e vet. Në fakt, ai nuk është asgjë kundër të ato tregimet të tij. Por përdor atë vetën e parë dhe këto për ta bërë pak më groteske, më bindse, më të afërt, më të ndodhshme ngjarjen ndodhin.
ndjek vëzhgimin e tjetrit, zakonisht. U apave sheri ndonjëherë këtyre satirave sa i përket regjimeve të kohës? Po, ja kam Sepse në historinë e letërsisë shqipe të shumët janë shkrimtarët të cilët ndër vitën, epoka dhe rrethana u kanë parë sherin krimtarinë e tyre. Madje u kanë hequr edhe librat nga tregu edhe lloj trazirash kanë ndodhur. Shumë e vërtet. Kam pasur shumë skica, fabula, tregime satirike, veçanërisht një tregim satirik pasagjeri stacionit Fierit, ku një i çmendur ikën me autobus dhe shkon për në spitalin psikiatrik të Elbasanit, ndërkohë pyet një policë a është larg kufiri këtej dhe gjithë policët vjen pas tij për të arrestuar. Ndërkohë ai shkon drejt te spitali dhe drejtori i spitalit i thotë erdhe për dozën e caktuar, erdhe ai thotë ai po kam sjell dhe këta të tjerët me vete. Po kam gjetë belan me këtë tregim, sepse jo nga njerëzit e tij, po sepse godet në mënyrë kaq të fuqishme sistemin, sa, detyrimisht harxhet do t'i paguaj autori. Pikërisht, siç ndodhi me Fishtën. Siç ndodhi me Fishtën, që i pagoj shtrenjtë të gjitha këto. Cila është e veçanta e krimtarisë suaj letrare? Sa keni dashur gjithmonë ta kuptoj lexuesi atë që ju e keni ndjerë? Hugoj thot. Lexuesit janë të ndryshëm. Bukur. E saktë dhe e qartë pyetje. Bukur. Hugoj thot, në politik jam e të mëdhenjt kundër të vegjëlve. Në letërsi jam e të madhen kundër së vogëlës. Sa i bukur. Nuk ka më dyshje kjo. E ka prerë në mënyrë të mrekullueshme Hugoj i madh. Unë jam për artin e vërtet. Do me thënë për maksimumin e artit tim, po të dhenë me bukuri, të dhenë në mënyrën më të vlefshme që mund të jap unë si autor. Besoj se ky duhet jetë edhe synimi i autorit. Në jetë kam patur një parim. Nuk e kam kërkuar kur fajin tek të tjerët. Veten time e kam torturuar për letërsinë. E kam torturuar që vepra ime të dalë sa më e bukur. Autori duhet të shtrydh veten, jo të tjerët. Po t'ua fal të gatshme atë lexuesve. Detyrimisht duhet të japësh, të sjellësh vlerën e vlerave të tua, do maksimumin e këtyre vlerave. Sepse për të bërë një vepër nuk është e vështirë. Problemi është të bësh vepër që të jetë vepër. Ta marrat vulën, si që thatë ju në fillim të bisedës. Edhe diçka, unë besoj që secili autor evolon në kohë dhe përpiqet të bëjë diferencën në shkrimeve të tij, që nga fillimi, duke evoluar edhe duke sjellë ndryshe. Shëtitja në zhanre është pak e guximshme, apo sepse një autor mund ta ketë ta perfeksionojë një zhanër gjatë gjithë kohës. Kur shëtit në zhanre është e vështirë ndoshta për autorin, por njëkohësisht është e mirë edhe për letërsinë. Ju e bët këtë? Do pak guxim. Natyrisht talenti është i pari dhe puna. Do punë, por mbi të gjitha duhet që pas hedhjes së një hapi ta gjykosh mirë veten tënde. Nëse ky hap në këtë zhanër është hap që ja vlen, është hap drejt vlerës, apo në të kundërt, apo të duket sikur hedh një hap dhe në fakt ke mbetur aty ku ishe. Duhet të bësh një bilanc të fuqishëm dhe duhet të presësh të mos nxitohet edhe reagimin e lexuesit. Do të thënë, keni menduar gjithmonë ose je nisur për një parimi që nuk është e rëndësishme numri, por është e rëndësishëm kualiteti i shkrimit. Jo në sa kohë brenda vitit çfarë sjell. Do të thënë, keni përcjell në kontinuitet zhvillimin e publikut ose feedbackun e publikut. Nuk e mat kur krijimtarin time me sa krijoj në vit, çfarë krijoj. E të tjera. Po informata kthyese e lexuesit. Veç bëj këtë gjë. Nëse nxjerr një vepër, e para veprën do ta shtrydh mirë që t'jap lexuesit vlerën më të mirë që mund t'i jap unë, mund t'i ofroj atij. E dyta,
pres edhe reagimin e lexuesit, të kritikës, të lexuesit, sepse në një farë mase ajo del. Duket kur një vepër pëlqejet. Ndërkohë që kalimi nga një zhanër në një tjetër, mua më duken edhe si argëtim. Nëse lodhem shumë me një tregim satirik, unë merrem me një poezi për fëmijë. Nëse lodhem me një poezi për fëmijë, unë lexoj një libër dhe andej nxjerr mendime për fjalët e urta. Nëse lodhem edhe këtu, unë përkthej një autor të shquar botëror, një nobelist, ose dikë tjetër, dhe të tëra këto më krijojnë një melodi të bukur të krijimtarisë time. Më duket sikur nga një muzikë kaloj te një tjetër, te një tjetër, te një tjetër. Por gjithsesi krijuesi duhet të jetë aktiv. Duhet të jetë aktiv dhe duhet të lexoj, duhet të guxoj. Po tjetë edhe zemër gjerë, t'i pres edhe kritikat. Nuk ka librat për sosër. Ne shkojmë, është ideje limitit. Kjo për sosmëria është një lloj si ideje limitit. Shkojmë drejt tij, po nuk arrim kur. Nuk ka, sepse në të kundërt ne nuk do kishim që të bënin, që të kërkonim nga vetvetja. Ne nxjerrim vepra. Është mirë që në çdo vepër të hedhësh një hap më tej. Nuk ka sukses më të madh. Të shkosh para. Perfeksionohesh secilën herë. Këto është esenca, mendoj unë. Ajo që ju sollin Gjakov kësaj radhe është edhe libri që bët për Alipodrimin, në kuadër të asaj që ne njohim krijimtarinë e Podrimës, mburremi jo vetëm si Gjakov, por gjithë letërsia shqiptare përgjithsisht. Në përvjetorin e vdekjes së tij, ju rastisi që ju të fitoni një çmim edhe të promovoni një vepër që gjithsesi është vlerështuar e krijimtarisë suaj. Sa ju bën të ndjeheni mirë kjo? Tepër komod. Ndjehem vërtet tepër komod. Më duket sikur i kam bërë një dhuratë të bukur kësaj Gjakovës sime. Më duket se i kam dhënë diçka që ajo të kënaqet, të gëzoj, të shtojnë vlerat këtij qyteti me vlera të mëdha. Të shtohet edhe një vepër këtij qyteti të autorëve të mëdhenj të letërsisë shqipe. Me të vërtet të mëdhenj. Unë kisha shumë miq si me Alipodrimin, ishim shumë miq. Bile nuk më thoshte kur Ilias, po më thoshte vllau i. Dhe mendova një farë kohë që ta përktheja në gjuhën greke. Në gjuhën greke pati një sukses të bujshëm. Më erdhi mirë se përkthimi u quajt një nga përkthimet më të arrira të ardhura historikisht në gjuhën greke nga gjuhët e huaja. Mendon Greqi botojnë në gjithë botën. Dhe në takimin që bëm ne me lidhjen e shkrimtarëve grek, me akademik, me deputet, u bësh i famshëm ai takimi i Athinës, ishte emocionuar shumë. Dhe më thot, kur mbaroi libri, më thot, ajo promovimi i librit, më thot, ke bërë një mrekulli. Kaq që fjala e tij ke bërë një mrekulli, ishte emocionuar shumë, jashtëzakonisht. Ishte libri parë i kosovari, autorëve kosovar, që botoi në gjuhën greke. Libri parë i autorëve kosovar që botoi në Greqi. Më thënë, që një eveniment. Megjithatë, këtu në televizionin, në median e Kosovës, u shkruajt Greqia për kthen poezitë e Alipodrimit. Nuk i përktheu Greqia. Se Greqia ka punë të saj edhe Kosovën dihet që akoma nuk e ka njohur. Dhe kjo është një mangësi e diplomacisë së saj, sepse Kosova është kjo që është një shtet, një vend paqësor, njerëz të shquar, të nderuar, të shtypur, të lodhur nga historia e dhimbshme në kurizin e tyre. Megjithatë, ne bëm ndoshta diplomacinë më të bukur, sepse bëm diplomacinë e artit dhe të kulturës. Patin sukses të bujshëm aty. E si ishte atmosfera në promovimin e këtij libri dhe cilat janë disa prej krijimeve tuaja, ne do ta njohim shikuesin tan përmes materialit që ka përgatitur ekipi ynë. E sillim materialin dhe rikthehemi me pjesën e mbetur të bisedës.
Në listën e emrave shqiptar të cilët kanë shkëlqyer mjaftueshëm pendën e tyre në letërsi është edhe poeti Ilias Bobaj nga Lazarati i Shqipërisë. Pavarësisht migrimit të tij në Greqi në vitin 1997, ku atje punon dhe vepron edhe sot, Bobaj nuk e ka braktisur asnjëherë letërsinë duke u bërë ambasador i fjalës së shkruar shqipe edhe për te kufive shqiptar. Poeti Ilias Bobaj është autori 10 librave duke përfshirë në krijimtarinë e tij edhe antologji të ndryshme letrare e duke përkthyer edhe vepra të autorëve të mëdhenj botror. Ilias Bobaj është antar i shumë akademive dhe shoqatave të ndryshme kudo në botë, madje si rezultat i punës së tij profesionale dhe kontributit të vazhdueshëm në letërsinë shqipe, është nderuar edhe me tituj e çmime të larta, siç është titulli i lartë patriotik Aristith Kola, pastaj qytetar nderi Gjirokastër, titulli kryetar nderi i shoqatës së shqiptarëve emigrantit të Patrës, madje edhe në Gjakovë është nderuar me mirënjohje për kontributin e shquar në mitingun poetik të Gjakovës, nga klubi letrar Gjon Nikol Kazazi. Edhe pse mosha po ikën, shkrimtari Bobaj nuk ka ndaluar së shkruarin në asnjë ditë të jetës së tij. Para pak ditësh edhe në Gjakovë ka promovuar librin për poetin Ali Podrimja, i cili u prit shumë mirë nga ardashësit e letërsisë, sidomos nga ata që njohin nga afër krijimet e Ali Podrimës. Miku ynë Ilias Bobaj është një poet dhe përkthyes, i cili është shumë i njohur si në treva tona shqiptare, ashtu edhe në Greqi. Rëndësia e këtij libri është se na bën me dije se njerëzit të mëdhenj të kulturës tonë, përgjithësi letrare, artistike, shkencore e tjera, nuk duhet t'i harrojmë, por duhet gjithnjë t'i kujtojmë dhe të mburremi me veprat e tyre. Kjo është një libër që na përkujton edhe njëherë punën dhe veprimtarinë e poetëve të njohur të letërsisë sonë. Si shembull e ka marrë atë Gjergj Fishtën dhe Ali Podrimin, dy kolos të letërsisë. Përkujtimi i njerëzve të mëdhenj është një obligim i shkrimtarëve, por edhe i popullit të mbarë. Përkujtimi i njerëzve të mëdhenj na bën të mburremi për veprat dhe meritat që kanë lënë gjatë veprimtarisë së tyre. Se Bobaj është një poet shumë dimenzional dhe që letërsia shqiptare është plotësuar profesionalisht me krijimet e tij, e thotë edhe poeti Muharrem Kurti. Ilias Bobaj është një krijues i shquar, përkthyes i shquar, eseist i shquar, satirist i shquar, një atletar i shquar dhe një veprimtar i shquar. Ilias Bobën e njoh këtu një 30 vjet më parë, dhe gjithmonë sa herë kam pasur takime me të, kam parë krijuesin e kompletuar dhe kam parë një krijues të mirëfillt në letërsi. Sidomos, Iliasi ka bërë punë të jashtëzakonshme me përkthimin e letërsisë shqipe në letërsinë greke dhe anasjelltas nga letërsia greke në letërsinë shqipe. Ky mision është i jashtëzakonshëm. Dhe Ilias Bobaj po vazhdon këtë traditë të bëjë një kontribut jashtëzakonshëm për kulturën shqiptare, si edhe në këtë rast me librin që ja dedikoi të madhit Ali Podrimja. Shkrimtari, poeti, përkthyesi dhe aktivisti i komunitetit shqiptar Ilias Bobaj vlerësohet nga kritika letrare si një poet brillant në letërsi. Pas këtij materiali rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarin që kemi zotin Ilias Bobaj, që është përpjekur vazhdimisht të sjellë gjëra të bukura për lexuesin shqiptar. Do të ndaloj këtu i nderuar të disa vargje të bukura që mua më bën shumë përshtypje. Opozita para gjyqit, ke thënë. Nga akuzat që patin nga opozita, në dyert e gjyqit përfundoi opozita. Erdhi dita,
para trupit gjykues. Gjykatësit i numruan akuzë pas akuze. Tha kryetari i gjyqit, më mirë opozitën të nxjerrim jashtë ligjit, ka ardhur dita të punojë qetë në pushtet pozita. Çfarë keni dashur thoni? Para se të vi këtu, të tregoj një përmbajtje në një fabule tjetër. Dy varkat, dy shokë ecin në anë të detit, dhe ndërkohë duke ecur, shohin një njeri që po shpon një vark. Po. E pyet ai shoku, ç'është ky dhe çfarë bën? Eci më tej, tha ai, s'ka gjë. Duke ecur më tutje, gjej një tjetër që bënte të njëjtën punë. Ora ka mundësi të ndalojmë, i thot ai, dhe të më tregosh. Ç'janë këta? Këta janë, i thot, njëri ish kryetari i opozitës, tjetri i opozitës, dhe shpojnë varkat e njëri tjetrit. Ai ka shku te varka e kryetari i opozitës, ka shku te varka e atij të opozitës dhe shpon tjetri tek tjetri. Po. Do me thënë, kjo, në esencë, përmban atë që kakofonia e asaj punës drejtuesve tanë në shumë drejtime, bën atë që ne ta bëjmë pak më shumë atë që do vuajmë në jetë se secili ka pjesën e vet. Mesazhi është që tek fabula do të rikthehemi prap, që kryesisht e keqja na vjen nga ata që ne i votojmë, i zgjedhim, i duartrokasim, i vlerësojmë, i nderojmë, u nënshtrohemi dhe vuajmë prej tyre. Ndërsa kjo e opozitës, në fund thot, të mos nxjerrim thot jashtë ligjit, sepse opozita është mushka ku ngarkojmë kusuret. Ndryshe ku do t'i ngarkojmë ne të opozitës thot. Do me thënë, ajo loja, ajo intriga, vetëm sillet rreth një boshti. Sillet rreth një boshti. Po ta shohësh, është një lojë kaq qesharake që luhet të kurisë të popullit, sa pyet veten. Vërtet, ne jemi kaq naiv që nuk kuptojmë dot një lojë kaq të thjeshtë. Këto janë edhe mesazhe, domethënë veçanërisht të Kosovës, këto janë mesazhe të Kosovës. Po te vargjet. Kur për shembull në parlamentin shqiptar, edhe të Kosovës se ndjek, kuptohet, po parlamenti shqiptar mblidhen për një seancë dhe grinden tër ditën. Dhe harohet fare tema. Domethënë realizimi i seancës është grindja. Ndërsa tema që kanë për ato ditë, e cila mund të jetë dhe serioze, dhe duhet trajtuar seriozisht, sepse kuptohet që aty duhet jetë ai ke kombit, ai ka e shtetit. Dhe kjo ka përgjegjësinë. Ka përgjegjësi ndaj votuesve të tyre. Bëjnë të kundërt, të mblidhen vetëm për të grindur, dhe kaq është edhe seanca. Edhe këto vargje më bën përshtypje. E patundur qëndron në histori. Bie atëherë kur duhet të ringrihet. Ngrihet atëherë kur duhet të bjerë përsëri. Troja, a është aktuale edhe në kohën, apo vetëm në rrethanat kur është shkruar? Është e përjetshme. Loja me simbolikën e Trojës është e përjetshme. Kali Trojës vjen vërtet në përbot. Loja me Trojën bëhet aty ku i bie shorti për të luajtur. Në vendin ku do t'i bjerë shorti, ku do t'i bjerë data, dita, koha, ku do t'a sjell situata për të luajtur me fatet e popujve. Faleminderit. I nderuar, edhe përkthimet janë, ndoshta mund të themi, elemente shumë të rëndësishme të cilat pasurojnë letërsinë e një vendi. Të bësh përkthime në një vepre botërore dhe ta sjellësh në letërsinë shqipe, ose anasjellësh, ta merresh nga gjuha jote dhe ta sjellësh në një gjuhë tjetër, është kogja guxim. Përpos përgatitjes profesionale është edhe që të qëndrosh në esencë, në temë, në karakter të dëshirës së autorit, domethënë të hi në brendi të autorit. Ke bërë kogja përkthime në jetën tuaj. Ashtu është, të sjellësh një autor në gjuhën tënde, ose të shpihesh një autor të gjuhës tënde në një gjuhë tjetër, në radhë të parë, është një përgjegjësi e madhe. E para, të shpihesh autorin
me gjithë vlerën e tij, me gjithë hapësirën, me gjithë forcën e tij, me gjithë atë çka ka dhënë ai. Pikërisht. Dhe e dyta, mos harrojmë se nga një gjuhë në tjetër ka humbje. Janë ato humbjet e pranueshme që detyrimisht ekzistojnë. Duhet të jesh një njohës shumë i mirë i gjuhës. Kudo përkthesh ose kudo vi dhe që të përkthesh poezi, duhet të jesh poet. Nuk do ta bëja marrëzin të përktheja poezi nëse vetë nuk do të isha poet. Nuk e di ç'do thoshin të tjerët, edhe pse përkthimet e mia janë pritur jashtëzakonisht mirë, nuk them, dhe kanë patur vlerësime maksimale. Por gjithsesi nuk më mbajnë këto, më mban ajo që kam sjell në përkthimin tim. Po të shohësh Kavafin. Kavafi është shumë interesant. Merrat poezinë e tij, duket sikur poezia e tij është një poezi lineare e qetë, ashtu sigurecën ato valëzat e ujit të njëtrajtshme. Por shkon deri në një farë vendi dhe ai aty ku do të jap mesazhin, shpesh herë e jep me greqishtën e lashtë. Shumë autor që e kanë përkthyer Kavafin, duke mos e njohur mirë dhe duke mos o fotur fuqishëm në brendin e poezisë, në linjat e saj, në mesazhet, në figurën, në rrjedhshmërinë, muzikalitetin e saj, në vend që të japin mesazhin majtas nga e ka dhënë autori, kaloi në krahun tjetër. Dhe ka shumë përkthime të gabuara në këto. Është përgjegjësi. Do t'i bënin dëm pastaj edhe vetë krimtarisë autorit. Nuk e sjell. Nuk e sjell. Kur e sjell të mangët i bën dëm. Mirë, edhe diçka, do ta përfundojmë këtë bisedë edhe me punën tuaj që bëni në diasporën shqiptare. Posaçërisht në Greqi, për faktin se ju atje jetoni, keni familjen edhe natyrshëm është bërë ky rrugtimi juaj Shqipëri, Greqi i shpesht, por gjithsesi edhe në vende të tjera. Sa është rëndësishme të promovohet gjua shqipe në shtete të ndryshme e posaçërisht në Greqi? Ndoshta kjo është edhe qershia mbi tort, si pyetje, dhe do t'ju përgjigjem në bazë të realitetit që kemi ne aty. Për fatin ton të keq, ne po thuaj se për herë të parë në historinë tonë, po tjetërsojmë qenë brezin e parë, po humbasim identitetin ton kombëtar. Greqia ka dhe atë qëndrimin e saj, ka atë nacionalizmin e saj, të vetë, ka atë qëndrim që dihet, domethënë ndaj nesh dhe gjuhës sonë, dhe duke parë se fëmijët shqiptar po e humnin tërësisht gjuhën e tyre, mblodha një grup mësuesish dhe u them, ne do të hapim shkollën shqipe. Një pjesë nuk erdhi, një pjesë u trëmp, një pjesë më përkrahan, por gjithsesi duke qenë se unë dola në krye vetë dhe duhet theksoj se jam shumë i njohur në Greqi, edhe në letërsi, edhe në planin shoqëror, po kryesisht letërsi jam i njohur dhe i vlerësuar shumë në Greqi. Ju besoj e dini. Dhe në këtë drejtim punuam me të tëra forcat. Patëm kaq probleme për hapjen e shkollës shqipe, sa ju nuk mund ta imagjinoni. Unë kam formuar bashkë me një grup të vogël mësuesish, pastaj u shtuan shkollën shqipe në Infrashit, qytetit Patrës, shkolla më e madhe e diasporës shqiptare, të cilën e drejtoj vetë, jap mësim 2 ditë në javë. Dhe sot e kam dhimbje që dje dhe pardje, që më është dashur të mungoja pasi u qel shkolla dhe unë nuk kam qenë aty. Kemi nxënës shumë të aftë. Ne marrim 2 shkolla greke falnjohjeve. 2 shkolla greke në dispozicion të shkollës shqipe. Është rrallë edhe në Greqi, po edhe në botë. Kjo është e vështirë vetëm aty ku e njohin ligjërisht. Falnjohjeve tona, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer
bashkinë, kryetari e bashkisë, kur shkojmë në apret në një të veçantë, deputet. Po diaspora, sa është e gatshme me i sjellë fëmijët dhe me... Këtu ka një hezitim të madh. Janë shumë nëna shqiptare, shumë prindër, që fëmijët nuk i sjellin në shkollat shqipe. Preferojnë që edhe vetë të flasin atë greqishten e shtrembër, se nuk e kanë mbrojtur, nuk e kanë njohur, kështu siç e kemi mbrojtur. E tjerët, sesa të mësojnë atë shqipen tonë të florinjt. Kemi shumë probleme në këtë drejtim. Si kur të them diçka, një shifër, ju do çuditeni. Përqindja e fëmijëve në Greqi, e fëmijëve shqiptar në Greqi që duhet të ndjekin shkollën shqipe, dhe me ata që ndjekin realisht këtë shkolla shqipe, kohët e fundit dhe janë të kurrur në shumë qytete tjera, nuk është as 3%. Shqetësuese. Nuk mund ta besoni, po realiteti është ky. Bëjmë gjithçka, mendoni, shkolla ime është më e madhe. Ne kemi 125 nxënës, si vjetë. Ka që janë regjistruar dhe tani, pa do vazhdoj akoma regjistrimi. Kemi arritur deri 185 nxënës. Kjo është shkolla më e madhe që ka diaspora shqiptare. Kemi shoqatën e migrantit qytet Patrës, në një bashkëpunim të shkëlqyer me shkollën shqipe. Them drejtën, kam dhënë gjithçka për atë shkollë, edhe e kam atë dhe dhimbjen dhe krenarin time, atë shkollë. Dhe, do me thënë, sa të kem forcë, sa të kem mundësi, unë nuk do të lë. Që ajo shkollë të mos lullzoj ashtu si që kemi lullzuar 15 vite me radhë. Kemi hequr shumë me atë shkollë, jemi përballur edhe me ligjin, pasi kur erdhën fashistët që ishin gati të vinin në fuqi, ne na quan për në burg, donin të na dënonin. Megjithatë, ne shpëtuam, u qëndruam me shpat përballë, patëm mbështetjen e bashkisë së qytetit, dhe u jam shumë i njohës për bashkëpunimin e tyre. Kemi njohim deputet, ministra, kemi miqësi me ta, të cilët janë në krahun tonë, na ndihmojnë. Faleminderit shumë, u kënaqa në këtë bisedë të jetë miqësore dhe profesionale nga ana juaj. E di se kemi mbetur shumë çka pa thënë, sepse krijimtaria juaj është e vazhdueshme dhe voluminoze, por gjithsesi edhe e pëlqyer nga kritika letrare gjithsesi. Po për fund, për shikuesit tanë, ndonjë fjalë apo frazë të bukur për të gjakovën tuaj që ju e thoni e kam pjesë të shpirtit. Kam këtë mesazh. Qofshin të gjithë të lumtur. Lullëzov të Kosova dhe Gjakova jonë për jetë të jetës. Ndjem krenar që jam vëllai i tyre. Ndjem krenar që jam këtu. I përqafoj të gjithë dhe uroj me shpirt. Qofshin të bekuar. Faleminderit dhe mua as më mbetet gjë tjetër, post t'ju falenderoj për këto fjalë të bukura, t'ju uroj shëndet dhe prurje të reja tjera në letërsi. Faleminderit shumë. E ndjeva veten shumë komod të kjo intervistë, ishte e këndshme dhe ju uroj çdo të mirë. Mirënjohje. Më vjen mirë, ndahemi këtu bashkë, duke ju falenderuar për vëmendje, lëm takim në një tjetër emision të radhës. Mirëmbëjtje.